Andaj kalojmë në pikën e tretër e ditës. Këtë pikë e ditës e kemi zgjedhur në kryesuesit Komisionit për çështje normative, sepse aktualisht me aprovimin e dorëheqjes së anëtarit Armend Zanela, kjo pozitë të kryesuesit të këtij komisioni ka mbetur vakante. Në këtë rast, dua ta falenderoj zotin Zanela për kontributin e çmuar për afër 5 vite shërbim si anëtar i Këshillit dhe kryetari i komisionit, dhe në drejtimin dhe përkushtimin e këtij komisioni për çështje normative ka treguar suksese. I njohur për profesionalizmin dhe angazhimin e vazhdueshëm të tij, duke dëshiruar shëndet plot dhe mbarësinë të ardhmen. Meqense bazë dispozita ligjore të ligjit numër 08L-249 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 06L-056 për Këshillin Prokurat të Kosovës, konkretisht në enin 14, paragrafi 1.1.1 dhe në enin 5 të rregullor 08/2015 për Komisionin për çështje normative, atë unë kryesues bazë kompetenca ligjore propozoj prokurorin Arjan Gashi për kryesuesin e këtij komisioni. A dëshiron dikush me marrë fjalën? Nuk ka. Atëherë e hedh votim kush është për miratimin e këtij propozimi. Kundër dhe një abstenim. Domethënë konstatohet se me 9 vota për dhe një abstenim konstatojmë se Këshilli Prokural zgjedh kryesuesin e Komisionit për çështje normative, zotin Arjan Gashi me mandat sa ka si anëtar i Këshillit Prokural të Kosovës. Faleminderit. Kjo kompetencë tani mbetet Këshillit Prokural deri në Supaj, e cila të duhet të trajtohet seriozisht për shkak se rastet specifike, si që në rastet e krimit organizuar dhe të